porta e pasurisë po hapet. Java që aktivizon fatin financiar për të gjitha shenjat. Kjo javë nuk është si të tjerat. Nga 3 deri më 9 nëntor, yjet lëvizin në mënyrë që sjell ndërprerje energjie dhe val bollku për shumë shenja. Universi po hap portën e pasurisë dhe ata që kanë duruar gjatë tani do marrin shpërblimin që u takon. Nëse ndjen tension, ndryshim ose shpresë që po rritet, mos e shpërfill. Kjo është java ku bëhen rregull balancat karmike dhe ku fati financiar aktivizohet me fuqi. Dëgjo me kujdes, sepse çdo shenjë do marrë një mesazh të qartë nga universi. Dashi, energjia e kësaj jave për ty ndizet me guxim dhe vendosmëri. Nëse ndihesh i lodhur nga vonesat ose premtimet e pambajtura, kjo javë do të tregoj pse pritja ka vlerëtur. Në punë, një mundësi që e ke kërkuar prej kohësh mund të vijë përmes një njeriu që se kishe më në mendje. Nëse ke një projekt që lidhet me marketing, media apo teknologji, tani është momenti ta shtysh përpara. Universi po të mbështet financiarisht. Në dashuri, një lidhje që ka qenë në pritje mund të kthehet në diçka më serioze. Nëse je beqar, dikush që të ka vëzhguar do të afrohet në mënyrë të papritur. Financat nisin të stabilizohen. Një pagesë, bonus ose fitim do të vijë në fundjavë. Mos e haro këtë. Çdo gjë që investon me guxim tani, kthehet 3 fish. Fati yt i ri fillon këtë javë. Demi, kjo javë është një periudhë e artë për çështjet e parave. Nëse ke pasur tensione ose pasiguri financiare, do të ndjesh se gjërat nisin të rrjedhin më qetë. Një ofertë pune ose bashkëpunim që e ke refuzuar më parë mund të rikthehet, këtë herë me kushte më të mira. Universi po të jep mundësinë të ndërtosh siguri për të ardhmen. Ndaj mos ki frikë të marrësh një hap të ri. Në dashuri, një person i afërt do të tregoj anën e tij më të butë. Kjo mund të të ndihmojë të kuptosh se ku qëndron vërtet zemra jote. Në fundjavë, një lajm përpara ose një mundësi e re për të fituar do të vijë përmes dikujt që e respekton. Mund të jetë një ide biznesi, një propozim investimi ose një mënyrë për të fituar më shumë nga një aftësi që tashmë e ke. Kjo javë do të tregojë se stabiliteti është bekim, por edhe shpërblim për durimin tënd. Binjakët, një javë e fortë për vendime të zgjuara financiare. Nëse ke menduar të ndryshosh punë, të hapësh diçka të nden ose të kërkosh më shumë, kjo është koha e duhur. Planetet të shtyjnë të mos kesh frikë nga rreziku, por të veprosh me intuit. Në punë, një projekt që duke i ngecur papritur do të marrë ritëm. Në dashuri, energjia e komunikimit rritet, çdo mosmarrëveshje mund të zgjidhet nëse flet me zemër. Në aspektin financiar, mund të vijë një ndihmë ose ofertë që lidhet me jashtë vendit. Universi po të çon drejt një zgjedhjeje që do të japë më shumë pavarësi. Në fundjavë, një fjalë që dëgjon do të bëjë të kuptosh saktësisht ku duhet të përqendrohesh. Mos haro. Ideja që ke në mendje tani është fara e fitimit të ardhshëm. Fillo ta ujitësh që sot. Gaforja. Energjia e kësaj jave për ty është e fortë, por e butë në të njëjtën kohë. Në punë, mund të ndjesh nevojën për ndryshim ose hapësirë më të madhe. Universi po të shtyn të ndjekësh pasionin, jo vetëm sigurinë. Nëse ke menduar të ndryshosh drejtim ose të fillosh diçka krijuese, ky është momenti. Në dashuri, një person i veçantë do të shfaqet për të treguar që dashuria e vërtet nuk ka frikë nga e kaluara. Në financa, është javë e qëndrueshme, por në fund mund të marrësh një lajm të mirë që lidhet me një pagesë, bonus ose fitim të vonuar. Mos haro, kjo javë është për të ndërtuar pa frikë, sepse çdo përpjekje tani do të japë fryte në nëntor. Në fundjavë, ndjek një sinjal që vjen në ëndër, do të tregoj një rrugë të re. Luani, kjo javë ndes dritën e brendshme që ndonjëherë e ke fshehur. Në punë, do ndjesh se po të rikthehet kontrolli dhe vetbesimi. Një person me ndikim mund të ofrojë mundësi që do hap dyrë të reja, mos e refuzo nga frika.
Në dashuri është periudha ku gjithçka që ka qenë e turbullt qartësohet. Nëse ke ndier distancë, tani afroheni përsëri. Në aspektin financiar do të vinë lajme pozitive, ose një pagesë që është vonuar, ose një mundësi e re fitimi. Universi po të rikujton se karizma jote është çelësi i suksesit. Në fundjavë mund të marrësh një lajm që lidhet me udhëtim, bashkëpunim ose një ndryshim të madh që do të çojë përpara. Mos haro, kur ndjek rrugën tënde me pasion, paratë dhe fati ndjekin ty. Virgjëresha. Në këtë javë, energjitë financiare për ty janë shumë të fuqishme. Nëse ke ndier pengesa ose lodhje, tani fillon një periudhë qetësie dhe rritjeje të ngadalë, por të qëndrueshme. Në punë vjen një moment ku mund të tregosh aftësinë tënde për organizim dhe vendosmëri. Universi po të shpërblen për durimin. Në dashuri, një person mund të tregojë se ka ndjenja të thella që i ka fshehur. Nëse je në një marrëdhënie, mund të afroheni më shumë duke biseduar hapur për planet e ardhshme. Në aspektin e parave, shfaqen mundësi për investime të vogla, por fitimprurëse. Në fundjavë, një lajm që lidhet me një kontratë ose marrëveshje mund të sjellë gëzim. Mos haro. Bolluku nuk vjen papritur, ai vjen kur e pret me qetësi. Kjo javë do të japë qetësinë që ke kërkuar. Peshorja. Kjo është një javë ku gjithçka fillon të vendoset në balancë. Në punë, projektet që ke shtyrë më parë tani mund të nisin me sukses. Një person që nuk të ka mbështetur më parë mund të vijë me qëllime ndryshe, pranon ndihmën, por ruaj qetësinë. Në dashuri mund të lindë një afrimitet i ri ose rikthim i ngrohtë me ditë nga e kaluara. Në aspektin financiar, yjet tregojnë një ngritje graduale, sidomos nëse ke bërë përpjekje në muajt e fundit. Në fundjavë, një ide krijuese mund të kthehet në burim fitimi. Universi po të kujton se nëse qëndron në qendër të ekuilibrit tënd, bolku vjen vetë. Mos kërko me ngut atë që po vjen drejt teje. Kjo është java ku çdo dyshim shuhet dhe qartësia merr vendin e saj. Akrepi. Java e 3 deri në 9 nëntorit është e mbushur me pasion, energji dhe rritje personale. Në punë do ndjesh që po vlerësohesh më shumë për aftësitë që ke. Nëse ke menduar të kërkosh më shumë, ky është momenti të flasësh hapur. Universi është në anën tënde. Në dashuri, emocionet thellohen dhe një lidhje mund të marrë kthes të fortë. Nëse ke përjetuar një periudhë ftoheje, tani ajo shndërrohet në pasion. Në financa, një pagesë ose shpërblim që është vonuar mund të vijë papritur. Në fundjavë do marrësh një sinjal që lidhet me ëndrat, mos e injoro. Universi po të dërgon shenja që koha e bollukut dhe e shpërblimit ka ardhur. Besimi yt do shpërblehet në mënyra që nuk i pret. Shigjetari. Kjo javë të sjell energji lëvizjeje dhe hapësira të reja. Në punë mund të shfaqet një mundësi bashkëpunimi që lidhet me jashtë vendit ose teknologji. Në dashuri, është momenti të heqësh dorë nga frika dhe të ndjekësh emocionin. Nëse ke qenë i pasigurt, tani fjalët vijnë lehtësisht dhe zemrat afrohen. Në aspektin financiar, një lajm i mirë mund të vijë në mesjavë, ndoshta një fitim, një kontratë ose një hap drejt pavarësisë. Universi të nxit të marrësh vendime të mëdha, por të mos nxitosh. Në fundjavë do ndjesh një frymëzim të fortë që lidhet me një projekt të ardhshëm. Mos haro. Çdo gjë që fillon me zemër, përfundon me sukses. Britsjapi. Java nis me një frymë të fortë ndryshimi. Në punë do të ndjesh që një barë e rëndë po hiqet nga supet. Nëse ke punuar fort pa shpërblim, tani është koha që mundi ju të shihet. Në dashuri, energjia është e qetë dhe e ndershme. Një person që ka qëndruar pranë teje në heshtje do të shfaqet më hapur. Në financa, vjen stabilitet pas një periudhe tensioni. Një mundësi për të kursyer ose për të investuar do të shfaqet drejt fundit të javës. Universi po të kujton se durimi yt është forca që të dallon.
Në fundjavë do ndjesh një lehtësim të madh, një ndjesi që gjithçka po vendoset në vend. Ujori, java 3 deri në 9 nëntor të sjell frymëzim dhe një valë të re idesh. Në punë do të ndjesh se krijimtaria jote më në fund vlerësohet. Në dashuri, një surprizë e këndshme mund të ndodhë, dikush që se prisje do të afrohet me sinqeritet. Në financa, është periudhë e mirë për të kërkuar burime të reja fitimi. Universi po të nxit të besosh në aftësitë e tua dhe të mos i nënvlerësosh talentet që ke. Në fundjavë, mund të marrësh një ftesë ose propozim që lidhet me diçka që të pasionon. Kjo javë është fillimi i një faze të re. Mos haro. Bolluku nuk vjen te ata që presin, vjen te ata që veprojnë me besim. Peshqit, java e re të sjell qetësi shpirtërore dhe shenja të qarta nga universi. Në punë mund të shfaqet një mundësi që lidhet me krijimtarinë ose ndihmën ndaj të tjerëve. Në dashuri, do të ndjesh se ndjenjat bëhen më të thella. Nëse ke përjetuar pasiguri, tani gjithçka bëhet më e qartë. Në aspektin financiar, një ndihmë ose mbështetje mund të vijë në momentin e duhur. Universi po të kujton se nuk je vetëm, gjithçka që ke dhënë me zemër po kthehet si shpërblim. Në fundjavë, një ndjesi paqeje do të të mbush dhe do kuptosh se fati yt është në harmoni me rrjedhën e jetës. Java 3 deri në 9 nëntor është periudha ku universi vë në provë besimin, por edhe shpërblen guximin. Mos haro. Ajo që pret po vjen. Vetëm nëse je gati ta pranosh pa frikë. Shkruaj në komente. Jam gati për portën e pasurisë dhe abonohu në Zëri i Universit për mesazhet e reja që do të udhëheqin çdo ditë. Universi të dëgjon.